Berisha është në shesh vetëm për hallet e tij, nuk Po cili është halli, se kuptoj? Për shembull nuk duket që drejtësia po e cënon. Ka dy dosje të hapura, jo, po e cënon patjetër. Unë besoj se me 20 janarin ai e ka kryer pjesën e pozicionit panderit. Për këtë jam e bindur që do merreti panderi pavarësisht gjithë gjërave që bën. Edhe kjo që bëri me Brazilin, që Gjoja doli nën kryetaren, e dim shumë mirë që ai dhe familja e tij gjithmonë sponsorizojnë gjëra të tilla pikërisht që të relativizohet e gjithë situata e tij kriminale dhe penale para shqiptarëve. Plus është një zakon liderëve shqiptarë që paguajnë lek, dalin foto me Trumpin, dalin foto me Bushin, do ne kemi mësuar këtë variantin e... Vetëm zoti Klishë thotë që ka bërë foton falas. Po, ke paradhoma e banjës. Po, jo, nuk e di, jo, foto aty, po thotë Martini bile ka një informacion që e ka kërkuar vetë Trumpin për fotografi me zotin Klishë. $6 milion. Pagoj $6 milion për të hequr non grata. Po jam me 3 bileta biznes, mori efekt më të fortë. $5 për Lacivitën, dohon jam e bindur dhe mos harrojmë vetëm se tham një fakt që nga 150 antarë që janë 40 persona janë zgjedhur nën kryetar të këtij ansambli që është zgjedhur zoti Berisha. Plus që kjo nuk shton fare peshke shqiptarët, sepse ne tashmë tani jemi ambientuar me kompleksin e prioritetit ndaj tuajve, se kemi më. Ai problemet më mëdha e ka në Shqipëri, ai nuk ka frym, nuk është vërtet është ajo që thotë zoti Alibeaj që aq nxjerr dhe qorri dhe shehaj, por të paktën nga ata ka pak frym. Ti shikon që ata që kanë dalë mbas Berishës janë gjithë si qenie amorfe, dalin tamam për qok, për të bërë qefin Berishës, por dhe mos harrojmë që aty është gjithë opozita, se kishte edhe nga partia Metëse, edhe nga Doka, dhe duket pas shumë njerëz. Dhe unë mendoj që ai ka komplet probleme vetëm me Spakun, dhe ka me probleme personal të tillë, do që të ketë imunitet politik,